Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Harrojini ilaçet. Këta persona duhet të konsumojnë urgjent qershi. Do trajtoni këto probleme. Ato janë të freskëta, të bollshme, të bukura dhe të shijshme. Por mund të pyesni veten, a janë qershit me të vërtetë të mira për ju? Përgjigjja është po. Qershit nuk janë vetëm një nga frutat më të shëndetshme, por gjithashtu renditen si një nga ushqimet mbrojtëse në përgjithësi. Një filxhan ose rreth 21 qershi përmban më pak se 100 kalori dhe 15% të vitaminës së të përditshme. Por këtu ne do t'ju tregojmë arsyet pse ky frut është një yndyrë ushqyese dhe mënyra më e lehtë për të ngrënë më shumë qershi gjatë gjithë vitit. Këto janë përfitimet e shëndetshme të qershisë. Qershit janë plot me antioksidantë. Qershia është një burim i fuqishëm i antioksidantëve dhe njëkohësisht komponimeve antiinflamatore. Këto roje trupore të qelizave ngadalsojnë plakjen dhe shmangin sëmundjet kronike duke përfshirë sëmundjet e zemrës, sëmundjen Alzheimer, diabetin dhe obezitetin. Ato mbrojnë nga diabeti. Efekti antiinflamator i qershisë ndihmon gjithashtu në mbajtjen e trupit tuaj të shëndetshëm, por edhe më tepër. Qershit renditen më poshtë se shumë fruta në indeksin glicemik. Kjo do të thotë që qershit nuk shkaktojnë ngritje të nivelit të sheqerit në gjak dhe insulinës. Kjo i bën ata të dy mbrojtës kundër diabetit dhe njëkohësisht të rëndësishme për menaxhimin e gjendjes nëse tashmë e keni atë. Ato ndihmojnë gjithashtu në gjumin e shëndetshëm. Qershit janë në veçanti një ndër pak ushqime të cilat kanë burime të melatoninës, një hormon i cili gjithashtu ndihmon në kontrollimin e cikleve të fjeturit dhe të qenurit të zgjuar. Një studi me meshkuj dhe femra të cilët vuajnë nga pagjëmësia ka gjetur se krahasuar me një placebo 250 ml lëng qershie të tharta në mëngjes dhe përsëri 1 ose 2 orë përpara fjetjes në kohën e gjumit, do të mund të zgjasë gjumin tuaj me 1 orë 24 minuta. Ato mund t'i japin lehtësim artritit. Disa studime kanë sugjeruar se konsumi i qershisë është i dobishëm për ata njerëz të cilët vuajnë nga osteoartriti. Përfshirja rregullt e qershisë ose lëngu prej 100% në ushqimin tuaj ose në rutinën e ngrënies mund të ndihmojë në zvogëlimin e dhimbjes së përbashkët. Ato ulin rrezikun e sulmeve në zemër. Ato frenojnë kolesterolin. Ulëmtimet kanë treguar se lëngu i qershisë mund të ndihmojë në uljen e nivelit kolesterolit total në trup, duke përfshirë edhe tipin e keq të njohur si kolesteroli LDL. Kjo është e rëndësishme sepse çdo reduktim prej 1% në kolesterol ul rrezikun e sëmundjeve të zemrës me 2%. Dhe një kolesterol i lartë është veçanërisht shqetësues në lidhje me rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Ato gjithashtu zvogëlojnë dhimbjen pas tërvitjes. Me fjalë të tjera, qershit e bëjnë dhimbjen pas ushtrimeve me intensitet të lartë që të jetë më pak intensive. Ato gjithashtu mbrojnë kundër dëmtimeve qelizore nga ushtrimet dhe njëkohësisht ato do të ndihmojnë në mbështetjen e rikuperimit të muskujve. Për këtë arsye, lëngu i qershisë është popullor për atlet profesionistë dhe konkurrues, por kjo mund të ndihmojë çdo i cili është rregullisht aktiv. Si të maksimizoni përfitimet shëndetësore të qershisë? Nuk ka asgjë si një tas me qershi të freskët gjatë sezonit të tyre,
por kjo nuk është mënyra e vetme për të shfrytëzuar përfitimet e tyre ushqyese. Shikoni qershitë e ngrira, pluhurat e ngrira, lëngu i qershisë 100% dhe qershitë e thata pa ruajtës. Rrahni qershitë të ngrira ose pluhur në smoothie ose shtoni atë në tërshër gjatë natës. Llokoçisni qershitë e coptuara të thara në gjalp kikiriku ose çokoladë errët të shkrirë ose spërkateni atë mbi sallata dhe perimet të gatuara. Shtoni lëng qershie ose ujë të gazuar ose pije atë drejt deri në qoftë se ju jeni duke luftuar me gjumin ose doni përfitime shëruese të ushtrimeve. Ndërkohë qershitë janë pa diskutim super ushqimi i stinës së verës. Të buta dhe plot lëng mund të jenë të ëmbla ose të athta, por gjithnjë me një shije të mrekullueshme. Vetëm një tas prej tyre përmban rreth 90 kalori dhe është i pasur me vitamina A dhe C. Konsumimi i këtij fruti të vogël gjithashtu plot shije i dhuron trupit tuaj shumë antioksidant të cilët do të ndihmojnë edhe në uljen e kolesterolit të keq dhe njëkohësisht mbi peshës. Krahas këtyre vlerave, ekspertët nga ana tjetër thonë se qershitë ndihmojnë organizmin edhe në shumë drejtime të tjera. Në këtë video ne do të flasim për disa nga vlerat shëndetësore të jashtëzakonshme që ju mund të përfitoni nga kokrat e qershive. Ndikimi në kocka. Qershitë gjithashtu janë një burim i madh antioksidantësh dhe për këtë arsye ato ndihmojnë në rigjenerimin e kockave. Mjekët i lidhin ato me reduktimin e acidit nitrik, i cili është faktori kryesor për sëmundjen e artritit reumatoid dhe njëkohësisht osteoartritit. Sipas një studimi të Universitetit të Bostonit në Amerikë, konsumimi i këtij fruti ul me 35% shansin e dhimbjes së kockave. Gjithashtu qershitë parandalojnë inflamacionin e organizmit dhe problemet me presionin e ulët apo të lartë të gjakut. Ulën nivelin e sheqerit në gjak. Për të gjithë personat të cilët vuajnë nga diabeti, qershitë mund të jenë zgjedhja e duhur për të qëndruar sa më të shëndetshëm. Si të gjitha frutat, ashtu edhe qershitë, të cilat kanë ngjyrë të kuqe, ndihmojnë në rregullimin e sheqerit në gjak. Atoksianina, sipas mjekëve, rrit me 50% prodhimin e nivelit të insulinës në trup, duke ndihmuar kështu në rregullimin e sheqerit në gjak. Ndihmon në sëmundjet e zemrës. Qershitë e athta ndihmojnë në përmirësimin dhe parandalimin e problemeve kardiovaskulare. Në qoftë se ju i konsumoni vazhdimisht ato, do të parandaloni edhe riskun e prekjes nga ataku në zemër. Ndihmojnë në reduktimin e yndyrave të këqija në gjak, duke ju dhuruar ju një trup të shëndetshëm. Ndikon në përmirësimin e memorjes. Janë një burim i mirë antokianin, që do të thotë një shëndet i mirë për memorien tuaj. Ky frut shumë i shijshëm gjithashtu e ndihmon trurin tuaj që të përmirësoj funksionet e tij dhe të përmirësoj memorien ndër vite. Ndikimi tek gjumi. Konsumimi një tasti me qershi në darkë gjithashtu do të ndihmojë edhe në përmirësimin e cilësisë së gjumit. Sipas ekspertëve, qershitë nga ana tjetër ndihmojnë në rregullimin e orës së brendshme të trupit dhe ciklit të gjumit tek njeriu. Kjo pasi janë të pasura me melatonin, një enzim e cila gjithashtu do të ndihmojë në qetësimin e organizmit. Ne gjithmonë ju këshillojmë të konsultoheni me mjekun se sa qershi të freskëta duhet të konsumoni në ditë, sepse si çdo ushqim tjetër, edhe ajo ka sasinë e saj. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten
rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.